Sot Shqipëria pret me padurim ndryshimin e madh, pret me padurim projektin e madh, projektin më të bukur që ka njohur në histori, projektin e Shqipërisë madhështore. Miqtë e mi, këto ditë, këte muaj, në këtë fushat, ndeshen dy botë, ndeshen dy filozofi, ndeshen dy projekte. Në njëra anë janë ata të cilët e sollën Shqipërinë në 12 vite në këtë ditë. Në janë ata të cilët e grabitën dhe e paçkitën Shqipërinë dhe shqiptarët se asnjë pushtim tjetër në histori. Miq, Shqipëria është e smur. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. Kjo smundje quhet Edi Rama. I të merruar nga e vërteta, i të merruar nga transparenca, ka 2 muaj që është ngujuar në zyrë, ka 2 muaj që flet me vete, ka 2 muaj që ka frikë. Por miq, u përpoq me çdo mënyrë, u përpoq me gjithçka, me arrestime, me korupcion, me përçarje, me çdo gjë, që Shqipëria të mos kishte opozit. Ja ku jemi sot, më të fuqishëm se kur. Edi Rama vazhdon avazën e vjetër. Edi Rama vazhdon mashtrime, shpifje, trillime. Por për 12 vite shqiptarve nuk u tregon gjë dot i vepër, sepse kudo ka vjedhur dhe vetëm ka vjedhur. Luftë e tij me Partinë Demokratike, trashëgiminë e saj, është luftë e Don Kishotit me mullitë e erës. Çfarë do që të thonë dhe çfarë do që të bëjnë. Kjo parti është parti e pluralizmit politik. Ky flamur është flamur i pluralizmit politik. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që përmbysin diktaturën komuniste, vendosin demokracinë dhe ekonominë e tregut. Çfarë do që të thotë, çfarë do që të bëjë. Kjo parti është parti që antarësojnë Shqipërinë në Këshillin e Evropës. Është parti që antarësojnë Shqipërinë në NATO. Është parti që nxori Shqipërinë nga terri dhe errësira. Është partia që çau malën bashkoi kombin me rrugën e kombit.
është partia që dyfishoi rrogat, pensionet dhe nxori Shqipërinë nga humlera e varfërisë në grup të vedhëve me të ardhura të mesme të larta. Kjo parti është partia që liberalizoi vizat shqiptarëve, sukseset e tyre të jetës i nxojnë nga izolimi evropian. Kjo parti është partia projekte të mëdha, më të mëdha në historinë e Shqipërisë dhe në më të mëdha në rajone me gjërë, etapit Devollit. Miqtë e mi, kjo parti ka paraqitur para shqiptarëve një program në të cilën jo më vepra të caktuara, por Shqipëria e tërë do të jetë madhështore,